Stre shpirti është titulli i ri i veprës letrare të pestë të autores Matjane Elona Basha, që vjen në duart e lexuesit si një udhëpërshkrim dhe kthim tek rënjët, kujtesa dhe formimi i identitetit. Vepra është konceptuar me një strukturë të veçantë dypjesëshe, një bloku në prozë ku rrëfimet autobiografike ndërthuren me tregime të shkurtra dhe një bloku poetike që jep zë ndjenjave më të holla. Në pjesën e parë, autoria na fton në një zbritje emocionale në vendlindje duke ringjallur fshatin Bazë dhe duke folur për familjen Basha me një vërtetësi prekëse, përmes aromës së arrave dhe kujtimeve të fëmijërisë midis Bazit dhe Urzallës. Ajo dëshmon se vështirësitë e truallit nuk e zbehen në vlerën e banorëve, por e kalitën karakterin e tyre. Ky rrugëtim merr një kthes jetësore kur ëndra për metropolin e largët të Londrës zëvendësohet me misionin fisnik në një klas fshati, ku në sytë e nxënësve autoria zbuloi peshën e vërtetë të përgjegjësisë ndaj brezave. Proza e këtij libri pasurohet më tej me personazhe si Elia, Arseni e Anastasia, të cilët mbartin mbi supe dilemat e shoqërisë sonë dhe temat e përjetshme të dashurisë dhe qëndresës. Këto tregime shërbejnë si pasqyra ku miqësia, instikti dhe mëmësia vijnë në provë duke i dhënë çdo jete një vlerë të padukshme por të patjetërsueshme. Ato nuk janë thjesht fiksion, por reflektime të ndjera mbi shërimin dhe pranimin e vështirësive që has njeriu në udhëkryqjet e jetës. Kur faqet kthehen, kalimi në bllokun e dytë të librit ndodh natyrshëm, si një frymë që ngrihet nga toka e rrëfimit për të prekur qiellin e vargut. Poezia e Bashës nuk e braktis prozën, por e shndron atë në emocion të kulluar, ku vargjet bëhen streha e fundit e ndjenjave të papërfunduara. Nga poezitë përditë dhe të mirata, te mrekullia është këtu dhe ku është qetësia, autoria ndërton një mozaik ndjeshmërie ku fjalët bëhen dritë e shpirtit. Poezia e saj nuk kërkon të përtas, por të prek në heshtje, duke na kujtuar se shërimi nuk është harresa, por pranim, dhe se zemra mund të thyet dhe sërish të gjej forcën për të rrahur. Në mbyllje, gjeografia shpirtërore e veprës zgjerohet nga Stambolli në Prishtinë, por boshti mbetet gjithmonë kthimi tek rënjët dhe tek streha që gjendet brenda nesh. Redaktori i librit Stre shpirti, Hamdi Yusuka, e përshkruan me të drejtë këtë vepër si një dialog të heshtur mes së kaluarës dhe të tashmes. Ai thotë se Elona Basha përmes kësaj vepre letrare nuk kërkon të ndryshojë botën me zhurmë, por e zgjedh ta ndryshojë çdo ditë me qetësi, me punë, me fjalë të matura dhe me zemër të hapur. Elona Basha me librin e saj të pestë, Stre shpirti, na mëson se streha e vërtet nuk gjendet larg, por aty ku janë rënjët, vlera dhe dashuria për atë që bën.